Nderuar gazetar, kurdo që më sinjalizoni që jeni gati, ne fillojmë. Kështu që merrni kohën e duhur sa përgatitet teknikisht. Jemi gati? Atëherë me që jeni gati, nga ky moment e konsiderojmë këtë konferencë të hapur. Lejoni që si zakonisht konferencën të hapim me falënderimin që ju adresojmë juve gazetarë nderuar dhe media në përgjithësi, që kryesisht punën e policisë Kosovës përmes mediumeve tuaja po arrini ta pasqyroni tek opinioni gjerë dhe njëkohësisht i mbani ata të informuar mbi angazhimet, aktivitetet dhe punën e policisë Kosovës. Ky bashkëpunim është palë dhe angazhimit të zyrës për informim që njëkohësisht është transparent dhe bashkëpunuese me juve. Ne siç e kemi përgatitur sot përmes ftesës zyrtare do të diskutojmë këtu në këtë konferencë për aktivitetet, angazhimet dhe punën e policisë Kosovës dhe kryesisht pasqyrimin e të arriturave gjatë muajit të fundit, ku siç po e shihni me mua në panel është drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës zotri Rashid Qalaj, është drejtori i departamentit për hetime zotri Riza Shillova, drejtori i departamentit për operacione zotri Aprem Ahmeti, drejtoresha e departamentit për burime njerëzore zonja Taibe Canolli, drejtori i departamentit për kufi zotri Shaban Guda dhe drejtori i departamentit për shërbime mbështetëse zotri Hamdi Hyseni. Pra, që të gjithë këta drejtorët e departamenteve, duke përfshirë drejtorin e përgjithshëm, do të japin informacione mbi angazhimet, aktivitetet dhe punën e policisë së Kosovës, e që do të pasqyrojnë kryesisht në pjesën e parë të konferencës, ndërsa pjesa e dytë do të jetë si zakonisht rezervuar për juve që ta adresoni pyetje për panelistët mbi prezantimin që bëjnë për departamentet e tyre. Atëherë nuk do të marr më shumë kohë, do t'ja kaloj fjalën drejtorit përgjithshëm zotri Rashid Qalaj. Faleminderit shumë, nderuar major. Po shpresoj rastin që edhe një herë në emrin tim personal dhe të kolegëve të mi që janë këtu dhe tërë policisë Kosovës t'ju falenderoj për prezencën e juaj këtu. Dhe njëherë t'ju informoj se kjo do të jetë praktikë tash në policinë e Kosovës që në çdo fund të muajit apo në javën e parë të muajit tjetër të mbajmë nga një konferencë për shtyp dhe t'ju njoftojmë për të gjitha aktivitetet që do të bëhen, që janë bërë në policinë e Kosovës. Besoj që do të jetë një mënyrë më e mirë e komunikimit dhe do të jetë një mënyrë, një çështje për të gjithë, që çka do të keni për policinë e Kosovës dhe rreth policisë së Kosovës të pyetni dhe të merrni përgjigjet adekuate nga unë dhe nga menaxhmenti i policisë së Kosovës. Gjithnjë duhet konsideruar se policia e Kosovës është një polici mjaft transparente dhe duke tentuar që transparenca jonë të jetë sa më e madhe, në mënyrë që opinioni i gjerë të njoftohet me të gjitha aktivitetet edhe me çështjen e sigurisë në vendin tonë. Qysh në fillim të mandatit tim, ku marr si obligim që ta ngrisim këtë transparencë dhe ne do ta bëjmë atë që kemi thënë, që nga 1 janari sektori i mediave në policinë e Kosovës të punojë nga ora 8 deri në orën 24, gjithmonë me qëllimin që ju, gazetarë nderuar, të jeni në gjendje të merrni informatat me kohë dhe saktë nga zyra e mediave gjatë këtij orarit punës pra 8:24. Kjo do të jetë mënyra më e mirë që opinioni
vendor dhe ndërkombëtar të merr informata të sakta dhe po ashtu jo, si një fuqi mediale që jeni, të keni informatë me kohë dhe të plasoni të gjitha ato që është nevojshme te qytetarët. Po ashtu dhe pyetjet që i bënin në mënyrë individuale, besoj që është shumë më korrekt dhe më mirë që të diskutojmë këto, në mënyrë që Policia e Kosovës informatat ja jep të gjithëve e jo ndonjë gazetari në mënyrë individuale, mirë po të kemi qasën dhe ajo është gjithë njëjtë. Sa i përket konferencës së parë, ne kryesisht do të fokusohemi në të arriturat që kemi pasur gjatë këtij muaji dhe për muajin e parë nuk do të bëjmë krahasime me muajt e kaluar, përveç në disa fusha që janë më specifike. Mirë po, në muajt në vazhdim ne do të fillojmë edhe me krahasimet nga muaji në muaj në mënyrë që ta shohim edhe trendin e krijimit në vend. Qëllimisht i kemi ftuar të gjithë udhëheqësit e departamenteve, secili nga ata do të raportojë mbi fushën që mbulon dhe ju shalut në fund bëni pyetje në gjitha fushat, jemi të përgjigjemi atë që interesant. Nëse më lejon major, do të kisha kaluar radhën tash drejtorit të departamentit për operacione, që se departamenti operacione është operacioni më i madh dhe është operacioni që mbulon policinë e uniformuar në tërë Kosovën, do në shumica aktiviteteve mbuluhen nga ky departament. Po në internet. Shëndetje për gjithë pranishmet. Departamenti për operacione në periudhën nëntor vitit 2018, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2017, raporton që numri vepra penale këtë periudhë kohore ka pas një rritje për 3.62%, ndërsa numri rasteve në përgjithësi të raportuara është në rënje për minus 2.27%. Nga gjitha këto vepra penale, kisha përmend vrasjet ka një ulje minus 33%, dëndimi ranë përpor ka qenë numri njëjtë, sikur në 2017 ashtu në 2018, dëndimi letë përpor gjithashtu është pothuajse njëjtë me një ngritje të lehtë, vjedhjet kanë shënuar një rritje për 1.22%, vjedhjet e randa ka zbritje për minus 8.37%, grabitjet 30 kanë qenë në nëntor 2017, ndërsa 31 në nëntor të vitit 2018, apo 3.33%. Protestat 12 kanë qenë në nëntorin e 2017, 28 në nëntorin e vitit 2018, apo 133% rritje. Rastet që kanë bëjnë me komunitetin LGBT, kemë pas numrin e njëjtë të rasteve, nga 4 raste në 2017 nëntor, dhe gjithë pashtu 4 raste në nëntorin e vitit 2018. Rastet me motive ndërtnike, kemë pas një rast në 2018, nuk ka pas as një rast në 2017. Rastet me trashëgiminë kulturore, kemë pas nga 4 raste në 2017 nëntor, edhe gjithashtu njësoj edhe në vitin 2018, ndërsa për periudhën janar-nëntor për raste që kanë bëjnë me trashëgiminë kulturore, ke pas 63 raste në vitin 2017, ndërsa 80 raste janar-nëntor të vitit 2017, që shënon një rritje për 26%. Këto raste janë raportu objektet e trashëgimisë kulturore të komunitetit musliman në 19 raste, ortodokse 6, katolike 2 dhe të tjera 2.50%. Rastet e dhunës familje, faktikisht kanë shënuar një rritje për 48.35%, nga 91 raste që kanë qenë raportuara në nëntor të vitit 2017, 135 raste janë të raportuara në nëntorin e vitit 2017. Aksidentet në trafik, edhe pse kemë pas një rënje, për neve janë mjaft shqetësuese, edhe nëse vetëm një jetë humbë është mjaft shqetësuese për neve si polici. Në nëntorin e 2017 kanë qenë të raportuar 15 aksidente fatale, në nëntorin e 2018 4 raste, ka zbritje për minus 73.33%, personat vdekur në nëntorin e 2017 kanë pas 16, ndërsa në nëntorin e vitit 2018 në 7 personat të vdekur, rënje minus 56.25%, aksidente me lëndime 495 2017, 450 në nëntorin e 2018, në dame materiale 823 2017 nëntor,
732 në nëntorin e 2018, apo menos 11%. Total aksidente kanë qenë 1333 në muajin nëntor 2017, ndërsa 1186 në nëntorin e vitit 2018, apo menos 11.03% zbritje. Piketat shqiptume 27.030 kanë qenë në nëntorin e 2017, 31.574, apo rritje për 16.81%. Është në interes besoj të opinionit me di që në periudhën janar-nëntor, numrin total të aksidenteve fatale në vitin 2017 kanë qenë të raportuara 107, ndërsa janar-nëntor 2018 janë 84 aksidente me fatalitet, apo një zbritje prej minus 21.50%. Personat vdekur në 2017 në janar-nëntor kanë qenë 119, ndërsa personat vdekur në periudhën janar-nëntor 2018 janë 109, është një ullje minus 3.40%. Në muajin në fillim të nëntorit kemi filluar një projekt për qendrohen në ngasje, i cili projekt është duke vazhduar, ndërsa nga sot kemi lansuar projektin tjetër që ka të bëjë me sigurinë trafik të sigurt në rrugë gjatë dimrit, që synojmë të sensibilizojmë qytetarët për përgatitjet dhe pajisjet dhe automjetet e tyre para se të dalë në rrugë gjatë sezonit timror. Sulmet dhe kërcënimet ndaj gazetarëve, në nëntor 2017 kemi pas 3 raste, në nëntor 2018 nuk kemi pas ndonjë rast raportuar, ndërsa gjithsej janar-nëntor 2017 janë raportuar 27 raste sulme dhe kërcënime ndaj gazetarëve, ndërsa në periudhën e njëjtë janar-nëntor 2018 janë 10 raste. Shu që rastin për fund të falenderoj gjithë qytetarët për bashkëpunimin që janë të treguar baza vetore me Policinë e Kosovës, dhe njëkohësisht kërkoj që ky bashkëpunim të vëllohet edhe në vazhdim. Faleminderit drejtorit të departamentit për operacionet. Tani ja kalojmë fjalën drejtorit të departamentit për hetime, zoti Drita Shillova. Faleminderit, përshëndetje për gjithë. Edhe fushat të cilën unë mbuloj, respektivisht hetimi, krimeve të rana, krimit të organizuar, terrorizmit dhe veprave tjera që paraqesin vepra të rënda penale, ka shënuar një rezultat jashtëzakonisht lartë krahasuar me periudhën e njëjtë vitit kaluar. Unë fillimisht të prezantoj disa statistika të përgjithshme të aktiviteteve të realizuara nga Departamenti i Hetimeve dhe Policia e Kosovës së përgjithësisë sa i përket kësaj fushë. Edhe nëse ju keni ndonjë interes ma vonë, ne do të ndajmë edhe dhënat e tjera sa i përket periudhave tjera kohore brenda vitit 2018. Por në përgjithësi kemi një progres, kemi shumë ma shumë të arritura, sidomos në disa fusha që janë shumë specifike, për cilat ne kemi përgatitur edhe plane operacionale me angazhimin e gjitha strukturave të policisë për parandalim dhe lëftirësimi dukurive. Në veçantë unë kisha përmendur 2 plane operative të cilat i kemi ne në zbatim, për cilat jeni informuar më herët, është plani operativ stop drogës në shkolla, i cili ka dhënë rezultate dhe po jep vazhdimisht rezultate, dhe plani operativ e luftës kundër fajdeve apo detyrimeve, i cili gjithashtu ka shënuar një progres kohëve të fundit. Po fillimisht më lejoni që ti paraqes disa statistika sa i përket muajit nëntor, në mënyrë që ta kemi pasqyrë pak më të detajuar lidhur me aktivitetet e policisë dhe rezultatet në këtë periudhë kohore. Në përgjithësi kemi hetuar më shumë raste krimeve të rana dhe krimit të organizuar gjatë kësaj periudhe, unë po të theksoj që vetëm gjatë kësaj periudhe kemi hetuar 182 raste, apo 54% më shumë se periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, sa i përket këtyre llojeve të veprave penale, dhe kemi dërguar në prokurori me kallëzime penale pothuajse shumicën e këtyre rasteve, me përjashtim 14 raste janë dërguar me raport veçantë, që do të thotë mbeten raste akoma të pazbuluara, që do të thotë që edhe përqindja e zbulueshmërisë të këtyre rasteve është mjaft e lartë. Sa i përket domethënë dallimit ose llojeve të veprave penale me të cilat jemi përballë se të cilat janë hetuar gjatë kësaj periudhe kohore, kisha përmendur vetëm disa nga ato, kryesisht ato të cilat janë më të shpeshta, e në këtë kontekst ne më shumë të kemi vepra penale që kanë bëjmë me narkotik, kryesisht me posedim, kultivim dhe trafikim me narkotik, dhe kështu gjatë kësaj periudhe ne kemi pas vetëm një rast kultivimit me narkotik, që për dallim të vitit kaluar është më pak, sepse vitin e kaluar periudhën e njëjtë kemi pas 3 raste, ndërsa posedim narkotikëve gjatë kësaj periudhe kemi pas 177 raste,
Gjithsa trafikim me narkotik 28 raste, që do të thotë edhe me përqindje janë shumë ma shumë krahasu me vitin e kaluar. Sa i përket rasteve të trafikimit me qenie njerëzore, kemi pas 5 raste, 2 mundësim prostitucioni dhe 3 raste kanë qenë marrje me prostitucion, do të thotë gjatë muajit nëntor. Kemi pas 11 raste vepra penale kundër ekonomisë, vepra penale kundër detyrës zyrtare 14 dhe kundër pasurisë 21 raste që kanë bëjë me krime ekonomike dhe korrupsion. Kemi pas 4 raste të fajtëve vetëm gjatë muajit nëntor, gjithsa gjatë periudës prej kur është në plani operativ në zbatim ne kemi pas gjithsej 18 raste me 37 të dyshuar, gjithsa janë arrestu 13 persona për fajde në gjithë territorin e Kosovës. Sa i përket personave të arrestuar për krime të rana, krime të organizuar, kemi pas 264 persona të arrestuar dhe 78 persona që kanë qenë ndaluar për një periudhë më të shkurtë kohore. Kemi ngrit 234 kallëzime penale, gjithsa vetëm 6 kallëzime penale janë me persona akoma të panjohur. Numri i personave me kallëzime penale është 315. Kemi realizuar 146 operacione policore për luftimin e këtyre dukurive që krahasuar me vitin e kaluar është të mbi 60%, sepse vitin e kaluar kemi pas vetëm 88 operacione policore të kësaj natyre. Gjithashtu edhe te konfiskimet e narkotikëve kemi një ngritje sa i përket disa llojeve të narkotikëve. Unë sot do ta shfrytëzoj rastin ta prezantoj edhe një rast që ka ndodhur dje, respektivisht në vazhdimsi është çetu edhe sot, që nuk ka qenë plani jonë që ta prezantojmë sot këtu, po megjithatë me çka ndodh në këtë periudhë kohore ata po shfrytëzojmë rastin edhe ta prezantojmë këtu. Po në përgjithësi kemi një ngritje të konfiskimit të heroinës dhe të kokainës, që nuk është shembull i ngjashëm me vitet e kaluara, do të thotë kemi një rritje të konfiskimit të këtyre narkotikëve përkundër viteve të kaluara që kemi pas një rënje të trafikimit me narkotikë të drogave të forta. Gjithsa kemi një zbritje muaj nëntor të trafikimit me marihuanë. Vetëm heroin gjatë kësaj periudhe kohore kemi konfiskuar diku 118 kg. Edhe rasti i cili është shëtuar në Bram dhe është realizuar operacioni policor ka të bëjë me 4 persona të dyshuar të cilët janë hetuar për një periudhë të caktuar kohore për trafikim me heroin, ku bashkë me njësi tjera operacionat rajonit Prishtinës dhe të Pejës janë realizuar 3 operacione policore, një në Prishtinë, një në Fushkosovë dhe një në Pejë, me që rastin arrestu 4 persona dhe janë konfiskuar 113 kg e 507 gram që dëshohet lloji narkotikut heroin. Operacionet tona në fushën kundër narkotikëve do të vazhdojnë. Unë dëshiroj të theksoj parajush që Policia e Kosovës është angazhuar jashtëzakonisht shumë që këto raste të trajtoj duke bashkëpunuar në nivel regional ose rajonal, përfshi shtetet e rajonit edhe me gjerë, po edhe bashkëpunim ndërkombëtar, sepse kemi të bëjmë me raste të krimit organizuar dhe të krimit transkupitare të cilët i kalojnë konditat ose të cilat e kalojnë territorin e Kosovës. Prandaj ne jemi shumë përkushtuar që të bashkëpunojmë me shtetet e tjera, respektivisht me shtetet e rajonit, në mënyrë që këto dukuri të luftojnë sa më shumë që ka mundësi. Përpos fushës të zbatimit ligjit, në këtë rast hetimit të arrestimit, ne kemi punuar shumë edhe në pjesën e parandalimit. Unë kisha përmendur vetëm disa statistika që rrjedhin si rezultat i zbatimit të urdhrit operativ Stop drogës në shkolla. Gjatë kësaj periudhe kohore një mujore kemi realizuar mbi 3000 patrullime rreth shkollave me qëllime të parandalimit. Pastaj kemi mbajtur mbi 1800 ligjërata dhe kontakte me personelin dhe me nxënës në kuadër të shkollave të ndryshme me qëllim vëdësimi tyre për rrezikët që paraqet droga në Kosovë. Jemi kontrolluar 9 lokale të ndryshme rreth shkollave dhe 2220 vetura. Janë marrë 51 ligjërata të ndryshme me temë narkotike. Jeni nisu vetëm për rreth shkollave ose në shkolla 44 raste me 56 persona të arrestuar. Ky trend i aktiviteteve të policisë Kosovës do të vazhdojë edhe me tutje dhe ne presim që edhe në ditët dhe vitin e ardhshëm të kemi rezultate të ngjashme ose rezultate të njëjta. Këto janë sa i përket statistikave të përgjithshme. Në prezantim po ishini edhe rastin e mbrëmshëm i cili ka ndodhur si rezultat i konfiskimit të heroinës, që rastet e tilla të mëdha nuk janë të shpeshta në Kosovë.
po kjo mbetet që në talme ne vazhdojmë akoma me tutje përpjekjet tona për luftimin dhe goditjen e grupeve kriminale të organizuar të cilat merren me trafikimin e narkotikëve dhe jo vetëm me pjesën që ka të bëjë me shkolla dhe për shkolla ose me drogat e lehta, por fokusi jonë këtë dhe vitet e ardhshme do të jetë edhe luftimi dhe parandalimi i trafikimit të narkotikëve që ka të bëjë edhe me droga të forta, sepse prezenca e drogave të forta jo vetëm në rajon, por edhe në Evropë dhe në botë ka një trend të rritjes. Prandaj edhe ne jemi mobilizuar zakonisht shumë në mënyrë që të parandalojmë dhe luftojmë pedofilinë. Kaq për fillim, ma vonë do të jemi gatshëm të përgjigjem ndonjë pyetje eventuale. Faleminderit. Falenderoj drejtorin e departamentit për hetime, zotin Shillova, ashtu siç e potencoj, pra të pasqyruara në përmes fotografive keni dëshmitë që janë konfiskuar në rastin e fundit, po njëkohësisht këtu të printura i keni edhe statistikat e narkotikëve që përfshin komplet këtë periudhë kohore, duke përfshirë gjitha rastet, po edhe gjitha konfiskimet të gjitha llojet të narkotikëve që mund t'i merrni pas konferencës. Atëherë fjalën ja kalojmë zonin Shtajive Canolli, drejtorit të departamentit për burimin njerëzor. Faleminderit, përshëndetje për gjithë praneshmet. Sa i përket aktiviteteve të Departamentit Burimeve Njerëzore, për muajin nëntor, ajo që ka vlen me theksu është konkursi për zyrtar policor, veç është i njohur fakti që Policia e Kosovës në fillim të viti ka hapur konkursin për rregullimin e zyrtarëve të rinj policor. Momentalisht është përfunduar testi apo faza e testimit me shkrem, testimi i shkatësive fizike, si dhe intervistimi me gojë. Tani më jemi domethënë tek faza e testimit psikologjik dhe mjekësor, ku paralelisht po bëjmë edhe verifikimin e të kaluarës kriminale. Sa i përket listës meritore, kemi një numër të madh, kemi pas edhe një numër të madh të interesimit të kandidatëve për të bërë zyrtar policor, por gjithashtu kemi edhe një numër të madh të zyrtarëve të cilët i kanë kalu 3 faza, kemi dikon numrin 2297 kandidatë, të cilët momentalisht janë duke nënshtuar testit psikologjik dhe mjekësor. Jemi duke bërë përpjekje që deri në fund të këtij viti ta përgatisim një gjeneratë kandidatëve nga lista meritore, cilën pastaj do ta dërgojmë në akademi për fillim të trajnimit bazik. Sikurse edhe proceset e kaluara, edhe ky proces i rekrutimit ka qenë dhe do të jetë transparent, vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e parapara në konkursin e shpallur dhe ata që kalojnë me sukses testimet e parapara mund të jenë pjesë e Policisë Kosovës, duke ju referu gjithmonë numrit nevojshëm për rekrutim sipas listës meritore. Po ashtu si fakt tjetër me rëndësi apo si aktivitet tjetër që është e rëndësishme me potencu është edhe çështja e trajnimeve të zyrtarëve policor. Sipas planeve të trajnimeve, Departamenti i Burimeve Njerëzore gjatë këtij muaji ka arritur të trajnojë dikon mbi 1200 zyrtar policor, duke filluar prej programeve të ricertifikimit e deri te programet të avancuara dhe specializuara. Këto programe të trajnimit policia mund t'i mbajë me kapacitetet të cilat i ka të ndërtuara, domethënë ka dikon prej 1200 programe të trajnimit, cilat policia ka të ndërtuar me kapacitete dhe mund t'i mbajë, po gjithashtu edhe këtu në këtë numër hyjnë edhe trajnimet të cilat janë bajt me partnerët ndërkombëtar dhe kryesisht përbëjnë fushën e avancuar dhe specializuar. Këto ishin çështjet në pika të shkurta të cilat i potencojnë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore. Unë jam e gatshme për pyetje në gjendje. Faleminderit kolonele, atëherë fjalën ja kalojmë drejtorit të departamentit për kurti, zotit Shaban Guza. Faleminderit Marian, përshëndetje për të gjithë. Unë do të tentoj të paraqes aktivitetin e departamentit për kurti. Departamenti për kurti ka mision të bëjë kontrollin kombëtar, të sigurohet të gjithë personat që hyjnë përmes kufirit Kosovës të plotësojnë kushtet për hyrje, dalje e tranzit, të parandalojë dhe lëshojë krimin kufitar, së të bëjë kontrolin të humbjeve në rastin e hyrjes së qendrimit të lëvizjes në anë të territorit të Republikës Kosovës. Gjatë muajit nëntor, përmes kufirit Kosovës ka hyrë 1.580.107 persona dhe 414.095 automjekë. Gjatë se periudhës kohore në kufit e Kosovës kemi pasur 200 raste të krimeve të natyrës kufitare
dhe janë ndaluar dhe arrestuar zësej 432 persona. Nga këto aktivitete kriminale janë konfiskuar sasi konsideruare substanca narkotike, e arme, municioni, automjete dhe dokumenteve që kanë qenë falsifikuara për hyrjen e territorit të Republikës Kosovës, si dhe mallat të natyrës konsumit të ndryshëm. Tash zyrtarët policisë kufitar kanë për obligim të sigurojnë të